Epileptik, azmatik, gati i verbër, i braktisur nga nëna që fëmi, i braktisur nga vendlindja, Eduard Lir do të bëhej dëshmuesi i kohës së tij. Do të regjistronte në telajo Shqipërinë, Greqinë, Italinë, Zvicrën, Francën, Anglinë, Turqinë, Indinë dhe Himalajet, faunën e papërsëritshme të fillim shekullit të 19 për të bërë autori më i kërkuar i galerive dhe ekspozitave. Sot, mbas gati 200 vitesh, këtë fëmijë të braktisur duan ta birësojnë Anglia ku lindi, Italia ku jetoi, Greqia që dëshmoi. Po kujt i përket Lir? Gonxhe Bojaxhiu lindi në Shqipërinë që nuk e njohu, nuk e pranoi, nuk e qasi, as të hidhte një grusht mbi varrin e nënës dhe motrës, por ajo u bë Nën Tereza e Kalkutës në Indi. Eduard Lir u bë i famshëm me peizazhet shqiptare, Fam dhe jetë i dha Baba Tomori. Në gurvarin e tij u shkruan vargjet e poetit Tennyson për malin e perëndive, Baba Tomorin. Prandaj Lir pa hipokrizi duhet quajtur Eduard Lir i Shqipërisë. Në vitin 1848 me ndërmjetësimin e ambasadorit anglez në Stamboll, merr një leje për të vizituar viset e egra të perandorisë. Nga Selaniku hy në manastir, Ohër, Elbasan, Shkodër dhe më pas bret përsëri drejt jugut për të lënë skica të pashlyera të natyrës dhe qyteteve të Shqipërisë. Viziton çamërinë shqiptare, fshat më fshat, deri në Prevez dhe Art, pastaj vazhdon drejt Mores. Është një çudi, është një risi që gati 100 vjet para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, është i pari autor perëndimor që viset e banuara nga shqiptari quan Shqipëri. Sa po hy në manastir në fletët e tij të vizatimit do të shohë shënimin Albania. Edhe vetë shqiptarët në ato kohë nuk e dinin që quheshin shqiptar dhe vendi i tyre quhej Shqipëri. A është fati i ngjashëm i këtij fëmie të braktisur që Zoti i fali një talent të jashtëzakonshëm, i njëjtë me fatin e Hirushës me një natyrë magjike e quajtur Shqipëri? Edhe sot pas 200 vjetësh ekspeditën figurative të Lir nëpër Shqipëri etiketojnë Eduard Lir në Greqi, pavarësisht se në dhjetra në mosqindra skica edhe vizatime, ai ka shënuar Albania. Gjykimet tona për skicat, peizazhet dhe pikturat e Lir kanë qenë fragmentare, të përcipta, sipërfaqësore, kur nuk është parë se çfarë Shqipërie kthendi në telajo Lir. Ndonse Shqipëria ishte zhytur në pushtimin turk, Shqipëria e Lir ishte shumë më europiane se Shqipëria e sotme. Kjo fal monumenteve antike dhe mesjetare që Lir i përjetësoi mbi flet vizatimi. Kalaja e Durrësit e vështruar nga vendi ku sot ndodhet porti, nuk i turpërohet as pak mureve të Konstantinopojës dhe të Romës së lashtë. Duket që në 1848 ishin akoma të plotë muret e Justinianit të famshëm dhe të perandorit Anastasi II. Shkodra ka akoma muret e kështjellës veneciane, ndërsa kalaja e Beratit e parë nga kodra të veshur me ulli të anës perëndimore ngjan me muret e Trojës antike, të zhdukur një herë dhe përgjithmonë. Portat e kalas së Elbasanit në skicat e Lir janë të plota, të larta, të mbuluara me çati me kulla dyfishe. Janë ruajtur në 1848 dhe kulla veneciane e Sahatit të vjetër. Janë ruajtur disa kulla të ngjashme me kullat e shumta katërkëndore të Firencës, për të cilat nuk kemi asnjë dëshmi historike veç skicave të Lir. Pazari i vjetër i skicuar nga Lir në 26 shtator 1848 është një përshkrim figurativ i dëshmive që la udhëtari turk Çelebi në vitin 1670 kur vizitoi Elbasanin. Pazari i gjatë për të cilin flet Çelebiu është plot me gjelbërim. Është skicuar tëpkë me dyqanet vendosur anës rrugës, të lehta, ajrore, me skela druri ndryshe nga barakat prej qerpiçi, me mure të shtrembërt, me qepena të rëndë me kuvli të errta, në vend të dritareve të mbytura nga mijt me rrugica të ngushta, të pazarit të vjetër që u shemb më 1978. Lir ka skicuar pamjen e vetme që kemi për sahatin e vjetër prej drurit të qytetit, që u doq rreth vitit 1897. Është një kull sahat me kupol veneciane, të ngjashme me ato që ka sahati i Tiranës sot. Ka lënë pamjen e vjetër të përrojit të Manasderes, e parë në vendin ku sot gjendet Hekurudha pranë xhamisë së Nazireshës.
Ndonse kalimthi evidentohet një pjesë e panjohur e veshjes së burrave Elbasanas, në vitin 1848 banorët e skicuar nga lirë mbajnë fustanell, bruc dhe gun, element këto etnografik të krahinës së shpatit. Më tej lirë vazhdon rrugën e vjetër të karvanave. Diku në lartësitë e krabës ai mahnitet nga pamja madhështore e malit Tomor, të cilin do ta përjetësojë në pikturën e tij Mali i Tomorit. Silueta e këtij mali madhështor nuk do t'i ndahet skicave dhe pikturave të tij, rrugës për në Kavaj, në Apoloni, në Karavasta dhe në Berat. Dashuria për Baba Tomorin e shqiptarëve do ta shoqërojë gjithë jetën deri në varr. Alfred Tennyson, i befasuar dhe i frymzuar nga kjo pikturë, krijoi një poezi monumentale, 4 vargjet e së cilës u vendosën në fund të tablos Mali Tomor, dhe më vonë si epitaf mbi varrin e Eduard Lir. Tomor e Athos, fron magjie, vjen hije largët gjerë tek ne, një lapse një penelbie, e ndjej si të isha vet atje. Ajo që të habit në shënimet e ditarit të piktorit britanik është përkimi gati identik i Elbasanit, që skicoi Lir me Elbasanin që përshkroi 200 vjet para tij, udhtari turk Evlia Çelebi. Ija çfarë shkruan Çelebi për Kalan e Elbasanit? Kalaja e Elbasanit gjendet në një fushë pjellore e cila shtrihet nga veriu e nga jugu dhe përshkrohet për 15 minuta. Ky ndërtim i lashtë, drejt këndësh e me strukturë të fortë, gjendet në një lugin të gjerë në brigjet e lumit Shkumbin. Është 15 kut i lartë, me bedena mbrojtës të jashtëm të Kalas, të cilët janë ndërtuar me mjeshtri dhe kanë 50 kulla. Ajo është rrethuar nga të gjitha anët me hendeqe të thella sa 2 shtate guri bashk. Kalaja ka 3 porta hekuri, një nga lindja, një nga perëndimi dhe një nga jugu, në drejtim të Mekës, ka shi kafeneve të pazarit. Kjo portë e madhe përdoret shumë dhe ka hyrje dyshe si edhe të tjerat. Kalaja vet ka mure dyshe dhe kjo është arsyeja që portat kanë 2 korridore hyrjeje. Përmbi portë në nivel ka ti 2 xhamia e hyqarit, një ndërtesë e vjetër prej guri me çatime t'jengulla. Afër xhamisë është një kull sahati e lartë. Kjo kull sahati mund të jetë ajo që u shkatarua nga zjarri rreth kohës kur vdiq Sultan Mahmuti i II më 1839. Sahati është ndërtuar me mjeshtri të lartë dhe është shumë i saktë, nuk luan as minutë e sekond, prandaj edhe muezinat e të gjitha xhamive ndjekin me besnikëri. Të gjitha këto përshkrime të udhëtarit turk vërtetohen nga skicat dhe kujtimet e mbajtura në ditarin e tij, të piktorit britan Eduard Lir. Ja çfarë shkruan Lir në ditar më 26 shtator 1848, një qytet piktoresk, si në brendi ashtu edhe në paraqitjen e tij, një mur i lartë dhe masiv, i qarkuar nga një hendek i thellë, rrethon një kuadrat shtëpish të rënuara. Në 4 këndët lartohen kulla, ka gjithashtu nga 2 në secilën prej 4 portave. Të gjitha këto fortifikata japin përshtypjen e strukturave venedikase. Sikur të kishin udhëtuar bashkë në të njëjtën ditë, Lir skicon pazarin e madh të Elbasanit, të cilin e vizitoi Çelebiu 200 vite para tij. Le të krahasojmë skicat e pazarit të Elbasanit me këtë përshkrim të Çelebiut. Pazari i madh i Elbasanit ka 900 dyqane, ndonse nuk ndodhen të gjithë buz një rruge kryesore. Më saktë ato janë të renditura anash të gjitha rrugëve anësore të qytetit. Këto tregje tërheqëse janë plotë për plot me mallrat e pastra të sistemuara të mirëmbajtura me stre dhe hije. Tregjet më të mira janë ato të saraxhve, mëndafshpunuesve dhe argjendarve. Ka edhe 7 kafene si Tempuj Kineze të bojatisur e pikturuar, vende ku mblidhen njerëz të kalemit dhe vjeshtorët. Të gjitha rrugët e pazarit janë të shtruara me kaldrëm, kurse në vijat e ujit në të 2 anët zbresin rrjedha shkumzuese, që shpëlajnë dhe freskojnë rrugët. Rrugët janë në një vijë me drurët e manit, rrapet, me shelgjet lutues e me mira pjengulla të rrushit, në mënyrë që të gjithë dyqanxhit i shesin mallrat në hijen e tyre. Në 3 skica që kalojmë për pazarin e Elbasanit në vitin 1848, shohim rrugë të qarkuara me pemë të cilat nuk e kemi parë në pazarin që u rrafshua nga Partia e Punës në vitin 1979. Në qendër të pazarit, tek rapi i Bezistanit, shohim dyqane me skela druri të lehtë, me tenda dhe pijetore egzotike, si Tempuj Kinez. Pikërisht siç i ka përshkruar Çelebiu, në sfond duket minarja e xhamisë së pazarit dhe një dëshmi unike e sahatit të vjetër të Elbasanit, me kube venedikase.
Shohim një rrugë të qarkuar nga blerimi i kurorave të pemëve, një pamje besnike e përshkrimeve tek Çelebiu, por një vlerë të jashtëzakonshme për konstruktorët e arshëm të qytetit të Elbasanit dhe pasionantët e historisë, merr pamje e kullës dyfishe të portës së Kalas, të cilat sot nuk ekzistojnë. Këto vlera të hershme të arkitekturës së qyteteve shqiptare që ruanin ende nën pushtimin osman, pamjen e tyre europiane, në rikthen si askush tjetër shkrimtari dhe piktori anglez Edward Lear. Ndoshta ka qenë i pari udhëtar perëndimor që bëri një udhëtim të plot nëpër Shqipëri e përshkroi atë nga veriu në jug, bashkë me mikun e tij deri në varr, shqiptari nga Suli, Gjergj Kokalli. Ditari i udhëtimeve të tij nëpër Shqipëri, nga manastiri në Ohër, Tiranë dhe Shkodër, dhe pastaj në Himar, Çamëri dhe More, është një prej librave më të mrekullueshëm që janë shkruar ndonjëherë për këtë vend nga një britanik. Edward Lear lindi në 12 maj 1812 në Londër dhe ishte fëmia e dytë e 21 fëmijë që kishte familja një agjenti burse. I refuzuar nga e ëma, u rrit nga motra e tij e madhe Anet, e cila e mori me vete në Itali. Ai vuante nga epilepsia, të cilën Lear e quante djallë. Mosha 6 vjeç përfshihej nga kriza depresioni që i quante të frikshme, i edukuar nga motrat Anet dhe Sara, dha shenja për prirje artistike që në moshë të re. Për shkak të dështimit të atit në karrierë dhe pamundësisë së tij për të mbajtur familjen, Lear u detyrua të fitonte mjetet e jetës që nga mezi i vitit 1820. Në 1848 Lear nisi një udhëtim për në Stamboll, ku ambasadori britanik arriti të siguronte një leje për të udhëtuar përmes zonave të perandorisë që konsideroheshin të egra. Në këtë mënyrë, ai ndërmori atë udhëtim historik në përviset shqiptare, të cilat do t'i lejnë bresa të pashlyeshme dhe do t'i hedhë në 100 piktura, skica dhe pejsazhe për Shqipërinë. Është i pari europian që me guximin artistik do t'injorojë emërtimet dhe nofkat e gënjeshtërta turko-greke për popullin që njohun në Shqipëri. Me guxim do të shënoj në skicet e tij emrin Albania, kur ky vend nuk njihej në perandorinë osmane, nga fqinjët slavo-grek dhe nga kancelarit perëndimore. Për të treguar çfarë natyre e pavarur dhe rebele ishte artisti i madh britanik, po tregojmë një anekdotë ndodhur në oborrin perandorak britanik me princeshën Victoria, kur kjo ishte një vajzë e re, e bukur, plot ëndra për të bërë një piktore e ardhshme. Edward Lear u afrua nga përfaqësuesit e oborrit për të mësuar princeshën kapriçoze Victoria, që më vonë do të sundonte botën si perandoresha e kurorës britanike. As 24 orë nuk qëndroi piktori i madh Edward Lear, sepse ju mbyllën dyert e pallatit për injorim të etikës. E viti 1849 deri në 1853, Lear qëndroi në Angli, por më pas u kthye në Korfuz, deri në vitin 1864, më vonë në Cannes dhe më së fundmi në Sanremo, ku ndërtoi vilën Emilia. Edward Lear vdiq më 29 janar 1888 dhe prehet në një varres të Sanremos për krah mikut besnik shqiptar Gjergj Kokalli. Sapo ndoqët dokumentarin kushtuar piktorit anglez Edward Lear. Ky piktor ka realizuar një udhëtim në vitin 1848, nisur nga Selaniku, Ohri, Elbasani, Shkodra, duke përfshirë të gjithë qytetet bregdetar, të gjithë qytetet e rëndësishëm të Shqipërisë, i ka gëdhendur ato në telajo, ka realizuar disa piktura të famshme mbi peizazhin shqiptar. Një nga më të njohurat është ajo kushtuar Malit Tomor, por edhe piktura të tjera, si ato mbi Beratin, mbi Çamërinë, Bregdetin shqiptar, Mbres Lënse është piktura e tij për Pargën, Prevezën, Korfuzin dhe veçanërisht një realizim mahnitës është peizazhi i qytetit
çam të paramithisë. E veçantë e këtij piktori është se ky, duke mos respektuar ato kornizat etnike që vendosnin fuqitë e kohës, Perandoria Osmane, fuqitë e mëdha europiane, Anglia, Franca e tjerë. Dhe këto shtetet minore të fqinjtë të Shqipërisë, si Greqia që sapo pat fituar pavarësinë fal shqiptarëve, duke mos u ndikuar nga gënjeshtrat, ky shënon atë që sheh. Në qoftë se sheh një etnicitet shqiptar, ky shënon Albania. Sa po kalon Selanikun, duke filluar me manastirin, shënimet e tij janë emri i qytetit dhe etniciteti, përkatësia etnike e atij qytetit. Domethënë ai e shënon Albania, kur ky emër nuk njihej në kanceleritë perëndimore, në oborret perandorake europiane, Turqia jo, aq më pak Greqia dhe shtetet slave që po përgatiteshin të fitonin pavarësinë nga sundimi turk. Prandaj shqiptarët duhet të jenë mirënjohës këtij piktori, sepse veç kësaj na ka lënë dhjetra në mosqindra dëshmi të Shqipërisë fillimit të shekullit të 19. Një Shqipëri që ne nuk e njohim. Ne e njohim shumë pak, një Shqipëri çuditërisht shumë më europiane se Shqipëria e sotme. Nisur nga peizazhet e lirit, do të thoja që inteligjenca shqiptare, vendimarrja shqiptare duhet i vëj gishtin kokës. Në çfarë drejtimi? Në drejtimin të shkatarrimit të vlerave kulturore, të vlerave arkitektonike, të vlerave muzeale, të vlerave antike që i kemi shkatërruar dhe po i shkatërrojmë për ditë. Mjaft të shohësh peizazhet e lirit për Durrësin, Beratin, Shkodrën, që kanë ato kështjella mahnitse që mund të krahasohen shumë mirë me kështjellat e Romës, të Raguzës, të Selanikut dhe të Konstantinopolit. Kështjella e Durrësit është mahnitse. Është një kështjellë me mure 30-40 metra të lartë, që shtrihet me qindra metra. Pra gjatësia e mureve të Durrësit në peizazhet e lirit është qindra metra. Ai ka vizatuar atë kështjellë që ndërtoi Justiniani i famshëm dhe perandori Anastasi II i perandorisë romake të lindjes, sepse Durrësi është një qytet 3000 vjeçar. Nëse ka qytete 2000, 2400, Durrësi është ndër qytetet më të vjetër të Europës. Edhe më të rëndësishëm, ka qenë porti më i rëndësishëm i Adriatikut për 1000 vjet. Durrësi është themeluar në shekullin e 7 para erës sonë. Ka pasur disa ndërtime, disa rindërtime, derisa arriti kulmin në shekujt e 9, 10, 11 dhe ishte qyteti i tretë
i rëndësishëm i perandorisë romake të lindjes. Deri në vitin 1848, kur e ka pikturuar Liri, ky qytet ruan muret e famshme të perandorisë romake. Kush e shkataroi Durrësin? Turqia nuk e paska shkataru, se perandoria osmane ishte atëherë në Shqipëri. Atëherë i bie që Durrësin e shkataruan shqiptarët, ashtu si të thotë dhe Konica, kur ika nga Shqipëria në vitin 1897, lash 9 kulla të mëdha të kështjellës së Durrësit, kur u ktheva gjeta vetëm 3, i kishin përpir vendasit, 3 i kishte shkatarruar krye plaku i fshatit, thot Konica, kishte ndërtuar një kaba shtëpi, një karabina, me atë ironinë e tij. Pra, shkatërrimi i këtij qyteti me vlerat veçanta ka filluar që në vitin 1912. Pra, i bie që Turqia t'i ketë ruajtur këto vlera dhe shqiptarët t'i kenë shkatërruar. Më mirë e tregojnë kullat e Kalas së Elbasanit. Lirë e vlerëson të Kala, e quan Kala Veneciane. Ka skicuar kullat e portës kryesore, tamam porta kryesore, e cila binte tek ish muzeu i luftës, tek shtëpia e Qif Pashës, që është personi i parë që ka ndërtuar mbi muret e Kalas. Generali i famshëm romak Jul Cezari thoshte, në qoftë se komandanti i ushtrisë këput një moll nga pema, ushtria shkatërron dhe degët. Kështu ndodhi dhe me Kalan e Elbasanit. Në qoftë se është Qif Pasha që ngriti shtëpinë e parë mbi muret e Kalas, në pjesën veriore u dyndën banorët dhe shkatërruan komplet me gjithë portë. Më pas vinë vitet 1912-13, ku shkatërruan bedenat e Kalas, atë ku i thoshim ne Gurabardha, aja pjesa ke shkolla e famshme Tabojës, Tebojës, që vjen nga fjala depo, edhe atje u ndërtua një depo e ushtrisë osmane në atë kohë, prandaj ka dhe emrin shkolla Depojës, Tebojës, si i ngeli më vonë, i shkollën në Infrashëri. Mëtej, e kjo është për të habit pastaj, vinë vitet 90, 91, 92, 93, filloj të ndërtoj tek pjesa që quhet lagja Gurabardh, pikërisht përballë konviktit të Golloborcëve që i thoshim ne. Aty filluan fillimisht 93-94 të ndërtojnë mbi muret e Kalas, derisa kjo Kala ka mbetur vetëm me fasadën e pjesës jugore që bie nga bulevardi. Kjo kështjellë e mahnitshme veneciane, siç e quan Eduard Lir, ka përfunduar me 1/4 pjesë të saj. Do të bëj një krahasim, një paragon, sepse Lir nuk ka vizituar vetëm Shqipërinë, ka vizituar dhe pjesë të tjera të Ballkanit, po do ta krahasoj me një nga qytetet më të vizituara të Ballkanit sot, me Raguzën e famshme, ose Dubrovnik, si i thon slavët. Në skicat e Lir, Dubrovniku nuk mund të krahasohet me Durrësin.
dhe me thënë Durrësi në 1848 ishte më i ruajtur, më madhështor, më i bukur kështjella e Durrësit, se sa kështjella e Raguzës. Mirë, po këto slavë që janë vendosur në Raguzë, në Dubrovnik, e deshën më shumë qytetin e tyre se sa shqiptarët. Ata e ruajtën, nuk ndërtuan mbi muret e Kalas, dhe sot çdo vizitor europian viziton muret e Raguzës së famshme. Nuk deshën këto banor të Raguzës të ndërtonin shumë kaçe brenda vijës muzeale, brenda kufirit, brenda kështjellës, nuk ishin nevojë të ndërtonin grattaciela, apo nuk dishin se çpikën shqiptarët grattacelat. Këto nuk dishin ndërtoshin shumë kaçe. Këto nuk dishin zaptoshin. Pa e kanë lënë atë qytet të ruajtur me ato shtëpi të vjetra. Ndërtimet i bëjnë jashtë murave të qytetit. Teknologji nuk e shpikën shqiptarët. Ne krenohemi tani me Durrësin modern. Me ato karabinat, si thot Konica, ato karabinat 20 kaçe, 30 kaçe, që kanë mbytur, s'kan elë, kanë elë vetëm ajo torra e famshme veneciane. Ky është një nga problemet më tragjik të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Pavarësisht se çfarë thuhet, pavarësisht se si shitet, këtu po shkatërrohet çdo vlerë. Një problem tjetër i vizitës së piktorit Eduard Lir në Shqipëri është edhe dëshmia që le ai për popullin që gjeti në këtë rajon. Në fakt, Lir nuk u nis të vizitojë Shqipërinë, ai u nis me një rekomandim për të pikturuar malin e shenjtë në Greqi. Në atë kohë mori një autorizim nga ambasadori anglez në Stamboll, mirë po rrugës mori vesh që në Greqi, domethënë në këtë pjesë në malin e shenjtë të Greqisë, në ato manastiret, kishte rënë kolera. Dhe për të shmangur kësaj, ktheu rrugë për të kaluar në viset e shëndetshme të perandorisë osmane, që ishin malet e Shqipërisë. Vetëm këtu nuk ishte kolere murtaj, sepse këtu kishte vetëm natyrë, nuk ishte ato grumbullimet të bezdishme, të mërshme të njerëzve, të murgjve. Por Lir nuk e sheh Shqipërinë dhe shqiptarët si romantikët e fillimit të shekullit të 19. Prandaj ka qenë edhe objekt kritikash nga shumë analistë shqiptarë. Unë mendoj se Lir e deshi Shqipërinë dhe shqiptarët më shumë se Bajroni, Shelli, Lamartini, Hygoi, Gëtja, të gjithë me radhë. Të gjithë këto, duke filluar me Bajronin, pavarësisht se i thurën hymne shqiptarëve, popullit shqiptar. Shqipëri, vendi i Skanderit, si fillon Çalt Haroldi, për ama lirin ja dhan Greqisë, në kurrizë të Shqipërisë, në kurrizë të popullit shqiptar. Të vërtet lavdërun virtytet, ato cilësit fizike të shqiptarëve, cilësit morale, po ama
formu shtetin grek. Edhe grek nuk ishte në Greqi, kishte shqiptar. Ishin pikërisht të romantik, që lobuan në përoborët perandorake, mbretërore të Europës perëndimore, që të ndihmojnë Greqin të fitoj pavarësi në kurriz të Shqipërisë. Kurse Lirë nuk e bërite. Lirë nuk foli mirë për shqiptarët. Se Lirë tregoj realitetin, tregoj atë që pa. Lirë tha Shqipëria ka hane të qelbura, ka rrugë të pista, sheshe të pista, ka burra dembel, atë që thot Çajupi, burrat në hije lozi ku vendojnë. Liri ka vizatuar këta burra. Është një skic që syri i vëzhgusit zakonshëm se ka kap, është një skic pikërisht në Elbasan. Një prift po kungon një trum parazitës, i trum burrësh, të shtrirë më qef të vetë, një pidohani veçu, të shtrirë kam për mi kam, edhe prifti me atë enën që nëzjerë tëmë, për i kungon, për i shuguran, i trum dhe melës. Edhe kjo trum dhe melës, nodhet në Elbasan, nodhet në Maltomorit, nodhet në Kruj, ndodhen në Shkodër, ndodhen në Berat, ndodhen në Çamëri, kudo ku ka shqiptar. Lirë çuditërisht ka fiksuar burra që rrinë shtri, i tjekin muhabet e pinduhan. Ose merren me një allizhverish, si pazari Tiranës, si merren me blerje, shitje, kështu me. Edhe pazari Beratit, po kështu. Ndryshe në Itali shifen njerëz me kosha në krah, me karroca, do më njerëz punëtor. Në Shqipëri shef njerëz dembel, për Lirë nuk vërtet. I ka skicuar, i ka lanë dokument. Shqiptari është dembel dhe ka padai. Këtë thot Lirë. Habitet me një Ali Bej, sundimtari i Krujës në atë kohë, edhe thot, më pyti që vërtet në Europë ka karroca që ecin pa kuaj, e kishte fjalën për të avulloret e para të asaj kohe, ato lokomotivat që punonin me avull. Po shqiptarës kishin fajs, kishin pa në atë kohë. Çfarë i pengon bashkitë, administratorët e njësive ku ndodhen këto kryevepra, këto që ekzistojnë edhe sot, ti restaurojnë, ti kthejnë edhe një herë ashtu si kanë qenë. Se si kanë qenë, na e tregon Eduard Lirë. Portat e Kullës kryesore, portat dekumane të Kalas Elbasanit mund të rindërtohet. Është me qati në skicën e Lirit. Janë të dyja me qati. Janë rreth. Evlia Çelebi flet për muret 15 metra, 15 këmbë të lartë, po kullat janë më të larta, edhe duke në skicat e Lirit. Përveç kësaj, janë të mbuluara me qati rrethore. Këto historian, arkeolog, specialistë që merren me këto probleme, nuk e di që kanë atë që i lejnë ato veprat e lashtësisë, ashtu si i gjejnë. Pa kërkuar restaurim, kthim në gjendjen fillestare, që të jenë të përdorshme dhe të vizitueshme. Nuk e di që na kanë marrë këtë mësim, që i lënë gërmadh.
shifri bazilik në Tepes, Kanel ke Baltën, u gjetën themelet, kishte disa pjesë muresh, tani Kanel ke Balta nuk ka ma as guret. Po t'ishte rindërtu, po t'ishte rikëthy në gjendjen si ka qenë bazilika e re, aja sot nuk do ishte shkatru. As kalaja e Elbasanit nuk do ishte shkatru, kjo pjesa veriore. Në qoftë se do ishte rindërtu në gjendjen fillestare. Në gjendjen si ka qenë. Europa, kështjellat e veta i ka rindërtu në shekullin 19, unë kam pa fotografi të kalave Lionit, të Strasburgut, të shkatarrume. Ma kese kalave Elbasanit kanë qenë. Në mezën e shekullit 19. Ama i kanë restauru, i kanë këthy në kala Mahnice. Kështu kanë qenë kështjellat shqiptare deri në shekullin 19. Ato i ka vizatur Liri. Sot janë të shkatarrume, janë gjitha rënoja. Ate po presin këto ndërtusit. Të zaptusit, pushtusit, të në katunari që vjen këtu në Elbasan. A i s'ka mëshirë, a i s'do t'ja di fare se që vlera s'ka këtë qytet. A i ku të gjejt kapin e i copë, mund qendër, mund kala, aty e ka qefin. Të gjitha vlerat janë në zhdukje e sipër. Në qofë se nuk do vije dorë, nuk do të ngelet as gjanë për t'i tregu brezave të arshëm, se qëfar ka qenë këj vend, se sa monumente ka pas këj vend. Lirë ka dhënë disa veçanti etnografike të veshjeve të popullit shqiptar. Veçanti që sot në një specialist dhe mund t'i di, po nuk para dihen. Në tablot e Lirit, në skicat e Lirit, për shembull, qytetarët e Elbasanës janë të gjithë të veshur me fustanel. Burrat janë të veshur me fustanel. Gratë manë feregje, ashtu si kemi gjetë edhe ne deri në vitet 40-50. Ama burrat mbajnë fustanel, mbajnë bruc, mbajnë gun, po këto janë veçanti etnografike sot të krahinës Shpatit, nuk janë qytetit Elbasanit. Elbasani ka pas veshjen e usta Jusuf Mëzyri deri me, jemi marrë me atë, kujtojmë se jo, në ski, deri në fillim të shekullit 19, deri në gjysmën e parë të shekullit 19, Elbasani ka qenë vesh me fustanel. Te jep Liri. Të gjithë burrat janë me fustanel. Janë veçori etnografike që jep ky piktor. Faleminderit për vëmendjen.